Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, përpara fillimit të seancës kuvendit deklaroi se zgjidhja e ngërçit politik vjen vetëm përmes konsensusit me subjektet parlamentare që kanë vullnet dhe guxim për të krijuar institucione të reja. Ai theksoi se propozimi i LDK-s nuk ka qenë për të blerë kohë siç pretendon vetvendosja, por për të ofruar një mundësi unifikuese për qytetarët dhe për të adresuar tema afatgjata me rëndësi për Kosovën. Është e kuptueshme që vetëm konsensusi me subjektet politike parlamentare dhe ata të cilat kanë vullnetin dhe të marrin guximin të kenë institucionet e reja të Kosovës e zgjidh të ngërç politik, theksoi Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ish deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, shpreh shqetësimin mbi krizën e thellë politike. Sipas tij, Kosova po e humb fuqinë dhe autoritetin e saj, si brenda ashtu dhe në raport me partnerët ndërkombëtar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tahiri tha se shteti është në blokadë funksionale, pa përfaqësim dhe pa vendimarrje institucionale. Kjo është një krizë e thellë politike që po e minon funksionimin demokratik dhe po e cënon besimin e qytetarëve në institucione. Kredibiliteti institucional po zbehet çdo ditë, shkruan Besnik Tahiri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti i Shqipërisë apelon për rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë së gjyqësorit në konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore, që po mbahet në Vlorë. Bajram Bega kujtoi se pavarësia nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti, por themeli i demokracisë, garancia e panshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Në Shqipëri ne kemi ndërmarrë një reformë e cila ka sjellë zhvillime pozitive të rëndësishme në sistemin e drejtësisë, si forcimi i pavarësisë dhe rritja e profesionalizmit të magjistratëve, rritja e transparencës dhe mekanizmave të rinj për të parandaluar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Megjithatë, sfidë kryesore mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënduar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Personalisht, Bega ju kujtoi gjyqtarëve rolin e tyre si garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit dhe ruajtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit të publikut te drejtësia. Kam mbështesur dhe do të vazhdoj të mbështes reformën drejtësisë, pavarësinë e institucioneve të reja të drejtësisë dhe përpjekjet e tyre në mbrojtje të drejtave të individit dhe interesit publik, në dhënien fund të fenomenit të pandëshkueshmërisë, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mbështes rezultatet e drejtanishme të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe gjykatës përkatëse kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto rezultate ju kanë dhënë atyre statusin e institucioneve më të besuara, me besimin më të lartë publik në vend. U shpreh presidenti i Republikës. Në konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore, kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, premtoi se drejtësia që duam është një drejtësi pa kompromis. Ndër të tjera, Sadushi përmendi se konferenca po zhvillohet në një kohë kur gjyqësori po përballet me sfida. Sipas tij, në gjykatën e lartë, ruajtja e qëndrueshmërisë dhe interpretimit të ligjit është një mision thelbësor për forcimin e shtetit të së drejtës, garantimin e sigurisë juridike dhe koherencën e sistemit. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ulsi Manja, në fjalën që mbajti në konferencën e kryetarëve të gjyqtarëve, kërkoi të rikthehet besimi tek publiku për sistemin e drejtësisë. Kjo konferencë ta ministrit zhvillohet në një moment të veçantë për vendin, pasi në vitin 2027 do të mikpres Kongresin Botëror të Drejtësisë. Gjithashtu ai përmendi se Shqipëria ka ndërmarrë një investim të madh në digitalizimin e sistemit gjyqësor, përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Sipas tij, qeveria shqiptare siguroi dhe planifikimin e dur buxhetor afatmese me një shumë totale prej 10.75 milion euro, tha ministri i Drejtësisë Ulsi Manja. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.